Përshëndetje të dashur televizionist. Mirë se erdhët në emisionin Cost Tech Talk. Sonte në studio kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar një të ri nga Gjermania, i cili ka lindur dhe rritur në Gjermani. Bëhet fjalë për Rinor Cakaj. Një të ri i cili ka doktorat në fushën e deep learning me përvojë të thellë në inteligjencën artificiale dhe autor i 5 punimeve shkencore në këtë fushë. Rinor, faleminderit që pranova ftesën dhe mirë se erdhe në emision. Faleminderit për ftesën, po vjen shumë mirë që jeni këtu. Faleminderit edhe një herë edhe a ka mundësi Rinor me na thonë me disa fjalë se kush është Rinor Cakaj dhe për përvojën tuaj në këtë fushë të deep learning. Po, unë jem Rinor Cakaj, jem rrit në Frankfurt am Main, në Gjermani, edhe kum kry gjimnazin në vitin 2016 në Gjermani. Ja tani një profesor më theke, po shko në fakultetin e matematikës, bashkë nuk e disha, ka më shku, edhe ja nisa fakultetit matematikës në TU Darmstadt, edhe kryva edhe bachelorin masterin atje. Tani menojsha qysh me vazhdu, me janis punës, po e po tani ofertë shumë të mirë për një PhD me kry në fakultetin e Stuttgartit, në bashkëpunim me Robert Bosch GmbH, me Boshin, edhe që aty ja kum nis doktoraturës, e kena publikuar 5 paper që i thujnë ana, edhe qështu. Rinor, çfarë të shtyu të zgjedhësh deep learning si fushë të doktoratës? Kur jem konë në master në TU Darmstadt, i kena pas disa kurse në deep learning, në machine learning, në inteligjencë artificiale, edhe aty e kum pas shumë interes, kanë shumë kurse, shumë interesanti në konë ato kurse, edhe zhvillimi i modeleve, për shembull si ChatGPT që nësot më ka interesu, qysh me qpik sene që i ndihmojnë inteligjencë artificiale asaj fushës me shku për para, edhe për që ata ja kum nis tani PhDs në deep learning. Çka është për shumicën e njerëzve të thjeshtë, çka është deep learning? Ka mundësi më na shpjegoj? Po, a ka mundësi foton e parë me qitë? Po. Okay. Deep learning, du të me imagjinu, është një fushë ku kompjutere e programojna kompjuterin që me funksionu si një njeri, me imitu qa bojna na, qysh menojna edhe qa veprojna. është një fushë, mund është me thonë që është të këshyrë me zavendësu punën e njerit, po gjithë shka qa meret kompjuterin me mësu. Tash, përgjithsi, kjo është inteligjenca artificiale, e deep learning është kur përdorën data edhe një output që e din qa po dënë me bo me qato data për me mësu kompjuterin. Do me thonë, nuk programohet më pe njerëzve si mu ose informatikera, po kompjuterin mësuhet vetë në bas data edhe në bas outputit e mëson një model si ChatGPT-ja për me kry detyrat njerëzve. A ka mundësi me na tregu edhe disa punime të cilat i keni realizuar për pjesën e doktoraturës? Ju keni marrë pjesë në disa konferenca dhe të fundit jo është në Vietnam, apo? Po. Ka mundësi me na tregu se çfarë rezultate keni arrit në këtë fushë? A bën foton e tretë? Okay. Në deep learning ka disa sfida. Për shembull, kur të përdorni ChatGPT-n, e hetoni kanere që ChatGPT është ma ngadal. Edhe për shembull përdorën edhe inteligjenca artificiale në kerret që ecin vetë. E tash, kur shkon një top në asfalt, ose është një situatë ku du të me reagu shumë shpejt, këtu inteligjencat artificiale kanë shumë probleme, se jënë shumë ngadal. Edhe atje në doktoraturë, në PhD, e kena qpik një metodë për me shpejtësu atë procesin e inferimit në convolution neural networks thirrën ata. Ka disa arkitekturat ndryshme. Për ChatGPT është një arkitekturë thirrë transforma,
për keret për shembull që ecin vetë ku ka nevojë me procesu foto, imagjet kështu, përdoren convolutional neural networks, e në qatë arkitektur kena punu për me shpejtësu procesin e trajningut edhe të inferimit, që për shembull, kur e sheh keret që është në top të shku në asfalt, me reagu ma shpejt. Se ndodh që si kompjuteri që është koqitet, me kona të procesi shumë gadal, është shumë vonë. Largimi është shumë i vonë. E qa këni arrit ju, qëfar rezultate? Po, rezultatet duken në foto 4. Po? Këtu e shini disa grafika ku mohet accuracy, do me thonë sa i mirë është ajo inteligencë artificiale, sa qysh funksionon mirë a keq, me disa metrika që janë, për shembull, sa shpejt mundesh me inferu, a është modeli i madh, a është i vogël, se edhe ajo është një send shumë e rëndësishme, se për shembull, a keni po modelet e mëdha si ChatGPT-n, nuk mundi me instalu jo në kompjuter hiç, se kanë shumë informacione, kanë shumë modeli është shumë i madh e nuk mundet mu instalu në kompjutera. E tash punimin që e kena bo, ka tregu që me të njëjtat, për shembull, në qoftë se ndojna ajo inteligencë artificiale funksionon edhe ma mirë edhe ma shpejt. E qajo është pika kryesore e punës. E kjo ndihmon për shembull në fushën e edhe kjerët që ecin vetë, në autonomous driving, që i thujnë ana, edhe në fushën edhe në ChatGPT. Ka disa punë që janë gjajshme me qito, ku e kanë shpejtësu procesin e ChatGPT-s me inferu ma shpejt. Se përpara në fillim, kërë dole ChatGPT-ja, vanoj ke shumë dete keni marrë ju përgjigjen. Edhe plus u konë shumë shtrejt. Këtu, gjdo herë kur të inferuhet, i thujnë këti procesit inferim, në inteligencë artificiale hargjon rrymë, hargjon resursa. E të shpejtësu procesin, edhe ato rrymën e të na mënesh me i kursy. Ok, Rinor, ndoshta është edhe pyetje, po për shembull kjo DeepSeek kineze që është. Ku qëndron dallimi me ChatGPT? Po, është shumë pyetje interesant, për shkak se arkitektura është gati e njëjtë. Për prafërsisht veç me ditë që është qysh është ChatGPT-ja, ChatGPT-ja është një arkitektur si një kerë, është një arkitektur. Edhe trajnohet në krejt internetin. Do me thonë, ajo kompania e merë krejt data që jënë në internet, krejt tekstet, shqip, gjermanisht, francesisht, në tëna gjuhë, edhe e trajnon modelin në bost në tekstet që ka kalu, për shembull, unë jam Rinor Cokaj, fjallën që vjen me prediktu, me ditë qëla fjallë, po vjen qëtash. E interesant është edhe DeepSeek, edhe ChatGPT, edhe ketë ato modele tjera që janë ndryshme, ka Claude, ka Perplexity, janë shumë modele ndryshme, ketë trajnohen në mënyrën e njëjtë. Ka njëherë, veç do senen arkitektur të vogla, i bojnë do ndryshime në trajning për me reduktu për shembull shpenzimet. E DeepSeek e ka boni qasi ndryshimin në arkitektur, në trajning, edhe kanë mujtë me arrit një zbritje të shpenzimeve të trajningit ekstrem. E për që ata o kom pak keq për ChatGPT në OpenAI, se ata po kanë shpresa me fitu shumë pare me ato modele, e tash po duket që këto modele që po ChatGPT-ja si DeepSeek, si Perplexity, bash business modelet nuk janë qatë, po janë te ata njerëzit që i përdorin ato modele për me bo për shembull servisa, në na Gjermani është call center, për shembull po dojnë me zavendësu njerëzit aty me përdor ChatGPT në call center. Qashtë? Po.
Rinor, si e shihni zhvillimin e deep learning në përgjithësi në Kosovë? A ka potencial më zhvilluar në Kosovë? Ç'është më mendja? Ma merr mendja që shumë ka potencial. Jam konën në vitin kaluar edhe në fakultetin e Prishtinës edhe kum po nxënësat që mësojnë edhe tash puna është bash research me bo në qatu lamia është pak e komplikune, se du të me pas resurse, du të me pas GPUs, është pak rën. Po edhe du të me du të me ditë qa po bëhet në research që tash, është pak ma problem. Po nga ona e bizneseve edhe nga ona e përdorimit, si që shtash në për kompania, po edhe në për fakultete, me morë këto baza që jetojnë large language models, si ChatGPT në DeepSeek, e që aty në bost aty në me zhvillu edhe metoda të reja, jënë shumë mundësi. Aktualisht, për mdo këtë halon nuk ka arrit me orë inteligencë artificiale në për shumë kompania, në për shumë edhe në fakultet, amo është në qatë udhë. Besoj që në të ardhme do të zhvillohet edhe kjo si potencial i mundshëm në Kosovë. Gjatë studimeve, cilat janë kanë sfidat më të mëdha në këtë fushë, pasi që është edhe fushë e re edhe në Gjermani, nuk është se ka pas shumë studime edhe më herët. Po, kur jam konë në master ka pas shumë pak kurse, edhe kur ja kom nis PhDs, u konë halon nuk u ditë prafërsisht ka po shkojnë, qa është ma interesant, se qështë ashtë në përpora ko në tema ndryshme në inteligencë artificiale. Për shemëll, ChatGPT e ka një arkitektur tjetër. Kjere që jetësin vetë e ka një arkitektur tjetër. Inteligencë artificiale që përdorët për shemëll për Netflix ose këtu edhe në gjirafa që përdorën, ma me menja për më të propozu juve produkte që i bleni, jënë tjera. Gjdo tem e ka inteligencën artificiale të vetën. Në fillim u kom pak vështirë me këshyrë në cilën tem më fokusu, po edhe atë, kur të kish një ide në research, njerë du të me testu idenë, me bo eksperimente, me bo të tëna. Edhe në gjithëm, unë ma shumë si 30 ideja, i kom pos për aty me 30 ideja, veç 5 kanë funksionu, kanë qitë rezultate që kena mujtë me publiku. E ajo ndodhë shpesh. Do me thonë, shpesh ere du të mi provu senet, me këshyra po funksionojnë, qyshën rezultatet, a jënë mjaftu shumë për mi publiku, edhe qaj u kom probleme pak më të maja në PhD. Faleminderit shumë për këto informacionet, Rinor. Deshte me të pyet lidhur me ju tash po thuaj se keni mbaruar PhD-n. Jo siç diskutuam, tash keni filluar një fazë tjetër të jetës. Ju keni krijuar një farë startupi të quajtur Fletza.com. Ka mundësi më na tregu se si ka rrjedh ideja dhe si keni filluar me këtë platformë? A bën fotëm 15 që lutëm? Okej. Këtë startup e kom kriju me një shok bashk, ajo është Uranik Berisha, edhe aje ka kryu masterin në matematikë, në informatikë, edhe ja ka njës PhD në bosh, e që ato e nga takuna, edhe bashkë me të e kena pos idejnë, na vetë kena pos, kërë nga kom fakultet, probleme, kush mu na pyt neve, kush mu na pregadit neve për provime, qysh mu pregadit për provime. Gjithë njëri, për shembull, i merr ato skriptet e fakultetit, materialet, po i lexon materialet edhe i bën do detyra në fakultet që t'i dhojnë, po na dëshim edhe pak ma shumë mi ndihmu studenta për mu pregadit për provime. Edhe kështu e kena pos idenë me kriju Flecën. Fleca është një platformë që ku mundesh mi dërgu materialet e fakultetit që i keni, për ligjëratat ekonomisë, psikologisë, të tëna, edhe ajo inteligenca artificiale pe atyve materialeve i krijon kartela për me mësu kvize edhe provime.
Ideja është që me kartela më nëshmi përsërit krejt informacione që janë nëpër materiale, me kvize, me pyet vetën, a jam i pregaditun mirë për provim a jo, edhe plus e kena funksionaliteti ma e ri është që edhe më nëshmi me shkru provime. Do më thonë, është ekstrahon krijon pyetje prej materialeve, edhe ato pyetje përdoren për me bë provime, ato provime kur ti shkruash, mënesh edhe mi kontrollohen automatikisht. Edhe pak tash jena të punu me kriju një chatbot, si ChatGPT, po që fokusohet ma shumë në materialet e tua. Do me thonë... me personalizua, për personat caktuar, për personale. Qaj është një përparsi ka kjo platformë se është shumë individualizum. Do me thonë, këto sene që kryon bashkë për materialet e tua. Nuk janë pe internete ose pe që bombaki kanë edhe temat ndryshme që nuk i kitin materialet e tua, po janë veç për pyetje, kvize, kartela veç për materialet e tua. Rinor, kjo është platformë veç është lancua, po? është online tash? Po, online është www.fleca.com, është deri që tash është veç webfaqe, po mund është edhe në iPad ose në iPhone me qelë. Tash jena të punu edhe një app me bo për iPhone edhe për Samsung, për Android. Rinor, në sa gjuhë të botës mund të më përdor kjo? A keni planifikuar dhe gjuhë shqipe të ke? Po, a bënd të lutëm foton gjasht? Po. Kure kena kriju webfaqën, u konë shumë më rëndësi për neve me bo edhe në gjuhën shqipe. Absolut. Se jena të lidhë shumë me vend lindje dhe kena pas shumë qef, është në disa gjuhë të botës, është në gjermanisht, anglisht, francisht, spanjolisht, shqip, suedisht, kështu që e kena pas qef shumë njerëzën me mujtë me përdor këtë platformë. Rinor, ju faktikisht diaspora tash ka marrë një zhvillim gëgja shumë në aspektin e profesionistëve. Ka mundësi me nga të regu se si eshin bashkëpunimin ndërmjet jush atje për me kriju një platformë edhe me ndihmu njëri tjetër për me zhvillu sa ma shumë projekte se si që keni zhvillu ju? Është një ide shumë e qëllushme, qitash për qitash halon nuk jëm të po që konë naj qasoj platforme, po si ju që po kryoni këtu intervjuat, edhe qysh po lidhen njerëzit në LinkedIn, edhe po ka shumë ma shumë bashkëpunime, po folin njerëzit në me vete se qashtu ndodhen ato bashkëpunimet, edhe ma menja që është të shkru një drejtim i mirë, po duhet ma shumë investime edhe këtu edhe atje, ma menja njerëzit mu taku ma shpesh, me pos diskusione, bomvaki edhe fakultetat me punu ma mirë bashk, ja ka nis, ama nuk është zhvillu hala ashtu shumë. Rinor, ndoshta edhe këtë platformën duhet me promovu edhe në për universitetet tash, ose në për universitetet gëgja shumë ka dhe në Kosovë, me bo një farë workshops, me shku me ju të regu se si funksionon kjo platformë, njërë që edhe për studentët ta kënë sa ma të letë qasin dokumenta edhe pjesën me menagju ma mirë ligjëratat e tyre. Rinor, ti ke pa ka shumë rini në Kosovë edhe gjithë flasin për këto, ka mundësi me nga të regu si ishin i potencialin e këtyne trive në Kosovë për zhvillimin e teknologjisë? E shumë potencialin shumë madhë, për shkak se bashkë në qëtu edhe teknologjijat avancuar, ka shumë informacione, ka shumë sene që mund është me lexu në internet. Jënë YouTube, disa kurse që shpjegojnë për inteligencë artificiale. Jënë mund është internet me lyp research paper, këtë jënë publikuam, s'ka nevoj me pagu për kur gjë heq. Edhe për që ata jënë mundësit në qovë se donë me mësu për qëtu sene teknologjia, jënë mundësit shumë moja. Edhe une vetë kam shumë djelë të agjave, dajve, të tëne shumë jënë të angazhum edhe me mësu për këtu sene, e për që ata ma me menja që jënë është të shku në drejtimin mirë,
Bo ma ki që ke thonë të përpora, duhet ma shumë bashkëpunim me pos edhe nga diaspora me këtë. Për se tash, ne onë është kjo ona me mësu për inteligencë artificiale, mi ditë këtu qysh funksionujnë e të tëna, një tjetër punë është tani edhe me qpik se në të reja, më mënu, për shembull si që këmë bo ato me shpejtësu proceset, ose më bo inteligencë artificiale ma e meqme, edhe tani një tjetër fushë është aplikimin në biznes, qysh mënët më përdor, për që ata në bashkë në qëtu, për me di qysh funksionojnë, ka shumë informacione në internet, edhe shumë mënësh me mësu. Për këto tjerë dy fusha është pak ma problematik. Rinor, a ke mendu mu aktivizuar në ndonjë universitet këtu apo në Gjermani? Si pe planifikon të ardhmen tënde? Bashkë nuk kom menu alo për ata, tash për jena fokusu më fleca, amo ma me mendja që edhe ajo ishë konë shumë ide qëllushme, se unë kom edhe shumë qef mi mësu njerëzit, mi o të regu për temat që i ku mësuane, mënuna gjithë me ospigu në mënyrë që me kuptu një me qa është të bo tema, se ka njerë mënësh edhe pak shumë fel me hi në matematikë, edhe të tona tani pak nuk i kuptojnë këtë senet, edhe kom qef edhe interpretimi është shumë i më rëndësishëm. Në ChatGPT, për shembull, njerëzit, ata që kanë punu, që kanë me kriju ChatGPT-n, halo është një fush në research me kuptu qka po bohët në ChatGPT. Se në bazë me këshyër, është veç multiplikacione, adicione numrave. Tjetër çka nuk ka, çdo fjalë që e folëm na, që e shkruajna me ChatGPT, bëhet një numër, ai numri multiplikohet, bën adicione, bën disa procesa ndryshme, në fund del apet një numër që konvertohet në fjalë. E tash çka është të ndodh në çatë, ata vetë nuk e din 100%. Edhe njëjtë në qëto convolutional neural networks, këto që i procesojnë fotot, për shembull për kjerë që ecën vetë. Unë kam qef ka njerë edhe që aty me hi ma fell, me kuptu pse jënë të funksionu, që ashtu qysh jënë të funksionu. Edhe ajo është pak ma zërë me gjithë në internet përgjitje. Se shumë i të informacionëve është veç arkitektura është qështë, procesi është qështë, po pse funksionon bashkë nuk ka shumë informacione. Edhe është halo teme diskutimit, po kam edhe shumë qef me diskutu për çato sene. Rinor, për shembull për një tri cili ka, për shembull e sheh emisione, thotë po du me studiu që deep learning, veçanërisht në Gjermani. Kishë mund me na dhënë ndonjë informacion se si njëri prej Kosovës mundet me aplikuar për shembull në PhD në Gjermani? Po, është unë kom pas disa studenta që jënë edhe për Shqipni edhe për Kosovë me kry fakultetin master që i kom po në TU Darmstadt, PhD, halon nuk kom po, amo e një, po më duket edhe në kitë emision nuk konë Lavdim Halilaj. Po, edhe i mbosh është. Po, që ka kry fakultetin këtu edhe orë atje me kry PhD, unë e gjithë thëmë, duhet mi provu senet. Se kejtë thënë, jesë më pranojnë ashtu kështu, jesë më pranojnë, nuk e din njëre a pranojnë as të pranojnë. Duhet mi dërgu informacione, duhet mi dërgu qa ke arrit projekte që i keni bo, në qovë se edhe plus, jo veç një herë, po në 10 fakulteta, ose 20 fakulteta, edhe është e garantume që kemi mujt me gjithë venin për me kry një PhD ose një master edhe në Gjermani edhe në vendet jashtë. S'kom disa shembull, edhe një shoqe që ka në Kosovës është të kry një PhD në arkeologji në Gjenevë, ose shumë shembull ka. Për që ata gjithmonë duhet me provu, me ulumtu, mi qu ato CV-n edhe sanet në për fakulteta, qaj është mënyra më. Rinor, tash po më bjen nërmend një pyetje, sa është e aplikueshme kjo, faktikisht sa është e materializueshme ky zanat, deep learning. Ka mundësi me na tregu se ku aplikohet kjo dhe për shembull njëri se si mundet me materializu këtë zanat, le të themi. Inteligjenca artificiale është njëna prej fushëve që është të zhvillu qëtash për qëtash
shumë ekstrem. Halon nuk po mundën njerëzit me paramendu qa ka mos avancu krejt me inteligencë artificiale. Një shembull është që e dhashën në përpora call center, që kanë njerëzit që punojnë për call center kanë mos avancu prej në inteligencë artificiale që t'i kryjnë krejt kërkesat. Kire që ecin vetë, këto autonomous driving, ChatGPT-a që përdoret për me formulu e-maila, për me zavencu persona që punojnë në për byroja, në për zyre, trajnime, në shkollim. Inteligencë artificiale, ma merr mendja edhe deep learning, ka me konë si një lloj ndihmës shumë, kanë me ndihmu që njerëzit me fokusu eksperiencën që e kanë jo në detyra repetitive që janë, po në detyra kreative, në detyra ku mund njëri me bo atë punën që ka vetë qef me bo, e këto sene që janë pak si që vinë me qatë punë bashkë, si për shembull organizimi, e-maila, e këto sene ndryshme, kanë mo inteligencë artificiale kam i zavencu ato sene. Edhe apet nuk dijen kejt land ku mundet me pas aplikim. Rinor, për shembull, të na, këto gjitha që i the, këto lidhen pak si me kompani më të mëdha, domethënë punësimi i një inxhinieri që është me deep learning, sigur më punësuar në institucione shumë të mëdha. Ideja jeme është për shembull se sa shpejt mundem më punësuar në kompani të vogla ose domethënë me numrin më të madh në sasi, jo në cilësi. Këtë ide kom, ku mundet për shembull më aplikue deep learning në një kompani të vogël për shembull? Për tash edhe ne për kompanijat vogla që bojnë programim, shumicën e kodit që po shkruhet tash, që po programohet të përdorë inteligencë artificiale. Tani edhe inteligencë artificiale për përdorin tash me bo dhe idejat, për shembull për marketing, për sales, për me kriju ideja të reja edhe në për kompanijat vogël. Se është një lloj, du të me menu. ChatGPT-a është një kompresion i internetit. ChatGPT-a edhe këto tjetë modele janë trajnu në kejt internetin, do me thonë i kanë kejt informacionet e internetit. Edhe shpesh herë në shoh njerëzit nuk hinë më në Google, po hinë ChatGPT me pyet një sen. Tash, kejt që ato senet që ku hinë njerëzit në kompanijat vogël në Google, për me këshyrë në diçka, më në tash me përdorë ChatGPT-n. Qato ma mërmenja është aplikimi ma i madhë për kompanijat vogla, do më thonë të përdorë një large language model që i thujna, për punë dimës që i kanë. Shumë faleminderit Rinor për gjithë këto informacionet. Edhe për fund, në që se ka mundësime na e dhonë në i këshill, sugjerim për gjithë të rritë edhe studentët në Kosovë, se si mundet mja fillue një PhD, se si mundet me mi kalu këto fazët cilat ti ke kalu vetë. Winston Churchill e ka thonë një quote shumë të mirë, ka thonë suksesi nuk është final, po dështimi nuk është fatal, veç duhet me vazhdu. Edhe në për që ata, po thëmë, çdo njeri përjeton edhe dështime, nuk pranohet aty, një ide nuk funksionon, edhe në fakultet, po maki bjen për një provimit, ose diçka, kryesorja është me vazhdu. Punën, me vazhdu mësimin, me provu edhe një herë, një ide të re, me vazhdu. Edhe pak motivim, disciplin, me aqit vetit një pik ku përdon me arrit, ku përdon me shku. Kër ja kom njës PhD-s, e kom pos atë pikën, kom e kry PhD-n. Edhe normal është një udhë e gatë, edhe kur të shesh është një udhë shumë e madhe, bëm vaki në fillim me nën kuku qysh ka me shku krejt procesi, e tani ndimon edhe me do në paketat punës ma të vogël. Një herë një pepa, edhe tani kadal, i arrit krejt senet. Qëto disa. Shumë faleminderit Rinor për gjithë këto informacionet, përgëzoj për punën edhe të uroj suksese, edhe po vjen mirë edhe gjuhën shqipe pasi që ke lindë edhe i rrit në Gjermani, edhe gjuha shqipe është shumë admirueshme. Faleminderit, atë faleminderit edhe prindëve të mi që na kanë edukuar në gjuhë shqipe që shumë mirë,
Edhe faleminderit edhe për thirrje edhe juve uroj shumë suksese. Shumë faleminderit, Rinor. Të dashur teleshikues, ju faleminderit shumë për vëmendje. Ishte kënaqësi ta kisha Rinor Cakaj në emision, një të ri i cili ka lindë dhe u rrit në Gjermani, po me arritjet e tij na bën gjithë kënaqur. Ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe mirë, u takofshim në emisionin radhës.